Inflacioni bazë u rrit përsëri në muajin tetor dhe arriti nivelin më të lartë në 2 vitet e fundit. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, inflacioni bazë u rrit në 3.13% nga 3.07% që kishte qenë për shtatorin. Inflacioni bazë gjithashtu ka thelluar rritjen me bazë vjetore. Në tetorin e vitit kaluar, inflacioni bazë kishte qenë në nivelin 2.19%. Inflacioni bazë përjashton kryesisht ato produkte që kanë luhatshmëri të lartë, produktet ushqimore dhe ato energjetike, dhe ka si qëllim kryesor ta zhvesh rritjen e përgjithshme të çmimeve nga luhatjet me natyrë mafat shkurtër. Paralelisht me inflacionin bazë, edhe inflacioni bazë neto për tetorin u rrit në 3.5% nga 3.4% që kishte qenë për shtatorin. Inflacioni bazë neto përjashton më tej nga inflacioni edhe në grupet e ushqimeve të përpunuara. Sipas Instat, inflacioni total në ekonomi i matur për të gjithë shportën e mallrave dhe shërbimeve të konsumit për tetorin ra në 2.3% nga 2.4% që kishte qenë për muajin shtator, por në rritje nga niveli prej 1.9% që kishte qenë një vit më parë. Në raportin e politikës monetare për 3 mujorin e 4 të vitit, Banka e Shqipërisë vlerëson se presionet e brendshme inflacioniste janë forcuar. Në pasqyrim të zgjerimit të aktivitetit ekonomik, kushteve të shtrënguara në tregun e punës, si dhe rritjes së çmimit të qirave. Analiza e inflacionit sipas kategorive kryesore të shportës tregoi se çmimet e komponentëve më të qëndrueshëm të inflacionit, ku përfshihen shërbimet, strehimi dhe mallrat e konsumit afatgjat, ishin kontribuesit kryesorë në formimin dhe rritjen e inflacionit total në 3 mujorin e tretë. Në veçanti, kategoria e strehim qiras përjetoi një zgjerim të inflacionit dhe të kontributit përkatës në inflacionin total. Rritje graduale të inflacionit u shënuan edhe në nëngrupet e shërbimeve të lidhura kryesisht me turizmin, si ato të hotele, restorante, kafene, por edhe të shërbimeve të mirëmbajtjes së shtëpisë, arsimit në pasqyrim të rritjes së kërkesës dhe të kostove të punës në sektoret e tjerë të shërbimeve. Në të kundërt, presionet inflacioniste nga jashtë mbeten të dobta, të kushtëzuara nga çmimet e ulta të lëndëve bazë në tregjen ndërkombëtare dhe nga mbiçmimi i kursit të këmbimit të lekut. Kjo duket jetë arsyeja kryesore pse inflacioni në total ngelet ende poshtë objektivit, pavarësisht forcimit të presioneve për rritjen e çmimeve nga ekonomia e brendshme.